të kishte moral politika, do të bënte shmos që zgjedhjet mbashin pikrisht kur t'ju konvenoj atyre. Ose verës, ose në dimër. Dhe për një javë, 2 javë, nuk do të diskutohej pastaj kjo mundësi që t'i krijohej hapësirë reale, mundshme, qytetarëve që të vinë. Po më intereson çka pret ti, po e lidhi me ti me çka pret nga presidentja? Sigurisht, nëse presidentja kalkulon këtë ofertë të mirë për 1/3 e qytetarëve, unë e përshëndes. Pa ata kanë dalë në votën e ambasadë, është tjetër kur atyre ju krijohet mundësi e dyfisht, sepse jemi megjithatë demokraci që varet jashtëzakonisht shumë. Ne edhe për çlirimin e Kosovës ju dedikohemi shumë diasporës. Ndërkaq pse mos t'ju krijoni mundësi që ata të jenë këtu prezent. E treta, Astrid, problemin unë e kam jo me oligarkët, se me ata jam shumë qartë, po me kolegët e mi që jo rrallë pjesëmarrjen masive diaspore se shohin paka shumë si kur i kapi qënë drejt giotinës ata që i frigohen votës qytetarëve. Nuk, demokracia ka betejën me votë, nuk e ka me miliona. Unë jam i vetëdijshëm se këta milionerët e Kosovës këtu i frigohen votës më shumë se çdo kusht tjetër. Po gazetarët s'ka nevojë. Kaq. Kush për gazetarëve edhe përgjigjen nuk e mora? Dëgjëm, se Ramaboja e ka udhëhequr edhe luftën nga Zvicra, tash edhe Kosovën do udhëheqë nga Zvicra. Tash mos e banalizo diskutimin. Kur s'ki argumente politike kalon në banalizim. Ramaboj, ti s'ki argumente politike, ti vjen këtu me shpresën që pja bën një argat lëvizjes vetëvendosje. Ti madje kom bindjen që me diskutimin që e ke post për diasporën, ti shpreson që ja ke pru që kimi asil lëvizjes vetëvendosje do vota. Apo kupton ti për kohë diasporës? Çfarë të keqen këtë drejtë? Ramaboj. Mos fol gjona të ti si LDK-s unë s'kam kundër. Qysh? Përpiqu edhe ti si LDK-s s'kam kundër, asgjë. Pse LDK-s? Ky so Anton si ti. Unë gjithë diskutimet i shoh që anojnë ka LDK-ja dhe ka duan anë Ramaboj. Ramaboj në ka duan anë. Po s'prish punë. Punë jam jashtë. Punë jam jashtë. Ty me në LDK, nej kush tjetër me në VV, nej kush tjetër PDK. Mu, do më thonë, Ramabojt, kom thonë, veç me mendu njëtë si ti ndina ju ofendum. Do më thonë, ndina kesh nëse kësha mendu si ti. Momenti që s'mendoj si ti. Edhe si VV-ja nëse mendoj njëna në regullë, si LDK, edhe si PDK, në regullë është Ramabojt. Problemi ytë, Ramaboj është që ti, si më thonë, të nëtën mja bo të lollin lëvizjes vendosja nuk arret. Meru me temën, mos o merë me mu personale. Me temën, oligarkëve, po ti mas oligarkëve dhe partia jote maroni. Ti ape që tha me mli Krasti që i kanë që oligarkë një obli votat deputetve. Pse s'po dili se s'po zdull kërkush i lëvizjes vendosja me thonë po gënjen, me demantu. Ju i keni maru oligarkë që i kanë ble 4 pun pa i kanë.